Mbani ullinj në shtëpi dhe I konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Ullinjtë klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershit dhe pjeshkat. Ullinjtë jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinj kur ato janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen mjaft të mira për shëndetin, me yndyrna cilësore për organizmin. Në këtë video, sipas Elthisaj, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi I rregullt I ullinjve. Ullinjtë do të përmirësojnë kështu shëndetin tuaj të kockave. Një studim I vogël sugjeroi se vaji I ullirit parandalon kështu edhe humbjen e mineraleve tuaja të masës kockore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj konsumi I ullinjve është shumë I rekomanduar për të pasur kocka më të forta, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Ullinjtë ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë në organizmin e njeriut. Kështu janë një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata personat që vuajnë nga këto shqetësime. Ullinjtë, sipas studimeve, largojnë edhe dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjtë ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse edhe për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve në organizëm. Ndaj nëse doni të përfitoni nga vlerat e ullirit, shtojeni atë me patjetër në dietën tuaj. Ullinjtë janë të pasur me antioksidantë të rëndësishëm, të cilët mbrojnë organizmin dhe gjithashtu luftojnë në komplikacionet. Ullinjtë janë një burim I shkëlqyer I bioflavonoleve. Këto antioksidantë arrijnë të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ullinjtë janë gjithashtu një mundësi shumë I shkëlqyer I pasur me bakterie të mira për shëndetin e stomakut. Ullinjtë përmbajnë lactobacillus, një nga bakteriet më të mira për sistemin tuaj tretës. Sa më shumë bakterie të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të ketë organizmi juaj. Ullinjtë cilësohen gjithashtu si shumë efikase dhe kundër rrullave. Ullinjtë përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën më të butë, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës suaj, mban larg rrullat dhe gjithashtu redukton këtë problem me të paktën 20%. Ullinjtë do të ulin rrezikun e mbipeshës dhe do të sjellin rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e trupit tuaj. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna mono të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumohen gjithashtu edhe ullinj dhe nuk konsumohen ushqime me yndyrna të larta, por nën produktet e ullirit dhe ulliri mund të jenë një zgjidhje fantastike për shëndetin tuaj të përgjithshëm në këtë aspekt. Konsumi I ullinjve në mënyrë të përkryer do të japë rezultate edhe në reduktimin e oreksit të tepërt në trup. Ullinjtë përmbajnë gjithashtu acide yndyrore mono të pangopura, të cilat ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë edhe hormonet të cilat janë përgjegjëse për të informuar trupin se jeni të ngopur. Konsumi I ullinjve është shumë I rëndësishëm dhe I rekomanduar sa më shumë që të jetë e mundur, brenda normës së lejuar do të japin rezultate konkrete. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj sigurisht do të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Ullinjtë janë një frut I pazakontë për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të yndyrnave. Yndyrnat e tyre të bollshme janë acidi oleik I cili mund të ketë disa përfitime shëndetësore. Ato gjithashtu përmbajnë edhe karbohidrate 4 deri në 6%, shumica e të cilave përbëhen nga fibra. Ullinjtë janë një burim shumë I mirë I vitaminës C, hekurit, bakrit, kalciumit dhe gjithashtu mund të përmbajnë sasi të larta të natriumit, të cilat nëse paketohen në ujë me krip. Ullinjtë janë veçanërisht të pasur me ushqyes të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj nëse doni të përfitoni nga ky frut, duhet ta shtoni me patjetër brenda normës së lejuar në dietën tuaj. Ullinjtë janë veçanërisht të pasur me antioksidantë duke përfshirë këtu edhe oleuropein,
trisolin, acidin oleoik dhe quercetin. Gjithashtu, ullint mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Ullint e freskët janë më të hillur dhe zakonisht mund të fermentohen përpara se ta hahen. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet kryesore që do t'i jap shëndetit tuaj konsumi i ullinjve në mënyrë të rregullt? Ullinjt janë një element kryesor i dietës mesdhetare. Ato janë të lidhura me shumë përfitime të rëndësishme shëndetësore, duke përfshirë këtu veçanërisht për shëndetin e zemrës dhe parandalimin e problemeve të radikaleve të lira në imunitet. Antioksidantët dietik që gjenden te ullinjt zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike të tilla si ato të zemrës dhe problemet e radikaleve të lira. Ullinjt janë të pasur me antioksidant me përfitime duke filluar që nga luftimi i inflamacionit dhe gjithashtu edhe zvogëlimi i presionit të gjakut, që janë dy faktorë kryesor edhe në sëmundjet e zemrës. Acidi oleik, acidi kryesor yndyror në ullinj, shoqërohet me përmirësime të mira të shëndetit të zemrës, mund të rregullojë nivelin e kolesterolit dhe gjithashtu ta mbajë edhe zemrën tuaj nën kontroll. Për më tepër, disa studime kanë treguar se ullinjt dhe vaji i ullirit mundet të ulin presionin e gjakut dhe të japin gjithashtu rezultate konkrete pozitive në dobi të shëndetit. Ullinjt janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për t'u përfshirë në dietën tuaj, sidomos edhe nëse doni të përmirësoni shëndetin e kockave. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave për të cilët kockat mund të pësojnë edhe fraktura. Mund të rrezikoni edhe të dëmtoni nyjet tuaja. Shkalla e osteoporozës është më e ulët në vendet mesdhetare sesa në pjesë të tjera të Europës, duke çuar në spekulime se ullinjt mund të mbrojnë nga kjo gjendje. Ullinjt janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër radikaleve të lira. Ullinjt dhe vaji i ullirit konsumohen zakonisht në rajonet e mesdheut, në nivelin e radikaleve të lira dhe problemeve të tjera kronike, sidomos në këtë rajon ato janë më të ulta. Kjo fal yndyrnave omega-3 dhe elementeve ushqyes që gjenden në dietën mesdhetare. Nëse doni të keni edhe një dobësim të shëndetshëm, atëherë ullinjt nuk duhet të mungojnë asesi në dietën tuaj. Ullinjt tolerohen mirë nga shumica e njerëzve të cilët po mbajnë një dietë me sasi të ulët të kripës edhe për të mbajtur kontrollin e peshës së tyre. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese nëse konsumohen ato të përgatitura vetë në kushte shtëpie dhe të fermentuara si duhet, atëherë vlerat e tyre në organizëm do të jenë akoma dhe më të larta. Ullinjt janë shumë të popularizuar në shumë popuj dhe përdorimi i tyre daton që shekuj më parë. Ato përgjatë kohës janë konsumuar edhe si ushqim shërues kundër një sër komplikacionesh. Edhe studimet e fundit kanë gjetur një numër të madh të përfitimeve shëndetësore që ullinjt dhe lloji i tyre do t'i japë në shëndetin e përgjithshëm. Ullinjt janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve të kolesterolit të tepërt në gjak. Ullinjt përmirësojnë presionin e gjakut, janë një burim shumë i mirë i fibrave ushqyese dhe një alternativë shumë i mirë për fruta dhe perime. Ndaj nëse doni të merrni vlerat e tyre në organizëm, këshillohet ta konsumoni në mënyrë të rregullt. Ullinjt janë një burim shumë i mirë i vitaminës C. Ullinjt veprojnë si antioksidues duke mbrojtur kështu shëndetin e qelizave. Ullinjt zvogëlojnë efektet e sëmundjeve degenerative siç është Alzheimeri dhe probleme të ndryshme. Ullinjt gjithashtu do të parandalojnë piksjen e gjakut dhe mundet të çojnë edhe në një mbrojtje të organizmit kundër trombozës së thellë venoze. Ullinjt mbrojnë membranat e qelizave kundër komplikacioneve të rënda. Janë një mbrojtës shumë i madh edhe për personat të cilët vuajnë tashmë nga anemia. Ullinjt mund të përmirësojnë edhe pjellorinë tuaj, luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sistemit imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumoni me kujdes dhe gjithmonë brenda normës lejuar, citoi studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.